Këto dy temat mëdhaja, si do trajtohen në forumin e dialogut politik, si që është reforma territoriale, po edhe reforma zgjedhore? Ajo që ka marrë fokusin kryesor vëmendjes është reforma zgjedhore. Se kjo ka qenë dhe ndjeshmëria kryesore e partive më të vogla, le të themi. Kështu që aty dhe jemi fokusuar dhe ne. Do nëse ja dalim, është dhe pika më e ndjeshme, nëse ja dalim që t'i bëjmë bashkë to parti të tryezës me një version të unifikuar, pikërisht shumicës, me një version të unifikuar, me cilin ti imponohen shumicës, atëherë besoj që do kemi arrit diçka të rëndësishme. Atëherë edhe vetë forumi, se tush e ka kryer dhe pjesën më të madhe të fokusimit. Ka gatishmëri nga Partia Demokratike se takon kësaj çështje, sepse për forumin për reformën territoriale, zoti Teliti që ishte dje në studio, po që është edhe këshilltar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, tha që shumë shpejt do nxjerrim draftin ton dhe propozimin ton se i takon kësaj çështje. Mund, po ndjeshmëria më e lartë ka është vërtet që është e rëndësishme, se nuk është pa rëndësi reforma territoriale, është ajo që thot edhe zoti Ali Mehmeti, natyrisht, dhe të gjithë ja dim rëndësinë. Nga pikpamja politike, reforma e kodit zgjedhor, ndryshimi i kodit zgjedhor, ka pas ndjeshmëri më të madhe të paktën në këtë diskutim. Unë e thash në fillim që ne presim që në tryezën e parë të ketë një dakordsi për 3-4 parime bazë që janë themelore. Kjo nuk do të thotë që tryeza mbaron aty. Ne presim që ky bashkëpunim pastaj të vazhdojë. Mund të vazhdojë me reformën territoriale, mund të vazhdojë me çështje të tjera. Pse jo, mas një vit e gjysmë do vi koha e zgjedhjeve vendore dhe mund edhe ta zgjerojmë këtë bashkëpunim. Kështu që gjithçka është e hapur në atë aspekt. Thjesht në këtë moment ne jemi fokusuar sidomos te pjesa ka qenë dhe kërkesa partive, jo thjesht caktimi i jonit, se thosh. Jemi fokusuar sidomos te kjo pjesë, është dhe pjesa më e ndjeshme, se kërkohet ndryshim, nuk është një vijimsi, një vazhdimsi. Kërkohet ndryshim, ka qenë çështje e cila ka marrë debat, e cila ka nxitur edhe akuza nga të gjitha anët, kështu që me këtë po punojmë shumë. Ne praktikisht tryezën po e bëjmë përpara se vihet aty, përpara se palët ulen në tryezë. Se po bëjmë një lloj tryeze ambulante, po shkojmë nga njëra palë tek tjetra për të diskutuar, duke përpjekur që t'i bëjmë gjërat gati kur shkojmë aty dhe të rakordojmë qëndrimet. Janë të gatshme, kanë një lloj urgjence, zoti Asimi, apo? Jemi duke punuar, gjëja kryesore që mund të them është që jemi duke ne ndjejmë palët këtë lloj urgjence që duhet me se s'bën, apo mbajrën me qetësi. Jo, patjetër, nuk besoj që brenda një jave ne do të realizojmë tryezën, nuk është se do të vënohet ndaj shumë. Ne kemi një javë që kemi shpallur nismën, dhe nëse arrijmë ta bëjmë brenda, si thosh, 7-8 ditëve të ardhshme këtë tryezën, llogarisni që brenda 2 javësh praktikisht kemi arritur që të ndërtojmë një bashkëpunim midis pjesës dormuese të opozitës për çështje që janë me rëndësi vitale për vendin. Nuk më duket pak si arritje, me thënë vërtetën. Jo, është arritje shumë e madhe, prandaj unë edhe me batutja u thash që në klip u duket si ambasadori huaj që shkonin sa të njëra pas sa tek pala tjetër. Ne jemi ambasador vendas. Zoti Sejamini, secili mbase kërkon bashkim me kushtet e veta. Çfarë tregon kjo edhe për kulturën politike të Shqipërisë? Tani në Shqipëri, për mirë për keq, ka pasur një traditë koalicioneve të mëdha. Dhe kjo traditë e koalicioneve të mëdha është bërë mbi logjikën e numrave. Për të përshtatur sistemit zgjedhor, sidomos atij që ka qenë para ndryshimeve që u bën të fundit. Dhe kjo lloj përvoje këtë ka. Bashkohemi se grumbullojnë numrat. E para. E dyta është që ne kemi disa parti të reja, të cilat në mënyrë racionale duan që të rrisin elektoratin e tyre. Dhe në mënyrë racionale mendojnë strategji të caktuara. Ka parti të reja për shembull që duan të marrin vota nga PD-ja dhe një bashkim me PD nuk i intereson shumë sepse shpresa e tyre në kuptimin e llojit elektoratit e personave që mund t'i afrohen, mund të jenë persona të cilët mund të jenë zgënjur nga Partia Demokratike dhe sa të mos votojnë apo të vënë parti tjetër, secila këto përpiqen për t'i pasur për t'i mbledhur këtë elektorat që nuk është i Partisë Demokratike. Pra në një farë mënyrë ka një domosdoshmëri numrash dhe kjo është tradita që të bashkohen numrat për një aritmetikë elektorale në kushtet që jemi dhe kjo është e domosdoshme që nëse opozita është fragmentuar siç jemi sot, shanset për të fituar në zgjedhje, qofshin lokale, qofshin përgjithshme janë minimale, siç janë gjërat,
Tjetra thash është partitë e reja kanë lindur për të fuqizuar dhe një pjesë e këtyre partive kanë dalë nga partitë të tjera ose janë persona të cilët kanë qenë, edhe zoti Lapa, edhe zoti Shehe, edhe të tjerë kanë qenë të përfshirë në lëvizje të tjera të caktuara dhe kanë identitetin e tyre personale dhe e tyre zgjedhor dhe përpiqen që në këtë lloj skeme të mundohen të bëjnë ata logjikën racionale të numrave, pra të grumbullojnë sa më shumë. Prandaj që të arrihet të bëhet një koalicion, duhet ka përcyer ky vetë interesim racional i faktorëve politik, po edhe partisë madhe që i do të voglat vetëm për numër. Dhe ajo që është pozitive në nismën e grupit që përvajson zoti Jasimi është që duhet të gjejnë bashkimin në ca çështje që i bashkojnë dhe u fol këtu. Dhe në vend që thuash po bashkohemi se po bëjmë një koalicion, takohen kryetarë, shtrëngojnë duart, po thua, ne po bëjmë një projekt i cili ka për qëllim 1, 2, 3, 4. Pastaj nëse do ngjizemi rrugës sipër mbasi të arrijmë këto 3-4 objektiva, mund të bëjmë dhe çfarë të duash. Dhe kjo është vetëm mënyrë se si mund të ketë një lloj bashkimi. Parimi i bashkimit është që këto idetë e vijave të kuqe, këto gjëra duhet largohen. Ë? Po vitet kuqe ka hyrë dhe kjo vija kuqe tani është bërë kështu si klishe banale politike, çdo njeri flet për vijën e kuqe, vija kuqe këtu, ecën në Shqipëri dhe shikon vija të kuqe kudo. Ti duhet kanë qenë të paktën për partitë vogla kanë qenë ne nuk bashkohemi me Sali Berishën. Domethënë ky ka qenë titulli i thuajse të gjithë partive të vogla. E kuptoj, po them diçka tjetër që po them që ndonjëherë ne përqafojmë ca klishe në të shprehur e cila na bëhet klishe mendore. Pra nëse ne flasim për vija të kuqe, blu, jeshile, në farë mënyre po krijojmë ca barriera mendore. Nëse ti do të bashkohesh për gjë të caktuar, gjëja e parë do të bësh është thjesht i hapur që edhe mund të bashkohesh. Pastaj ti në fund fare mund të mos bashkohesh, po gjëja e parë është thuash nuk ka kushte. Hajde ulemi një herë, hajde njihemi, hajde diskutojmë, hajde shikojmë ku jemi, ku s'jemi, dhe pastaj në fund fare nuk ka nevojë ta thosh paraprakisht kjo është vija kuqe. Thuaj unë nuk u bashkova për këtë arsye. Pa që nevoja për të treguar arrogant, pa që nevoja për të treguar më i zgjuar se të tjerët, më i zoti se të tjerët, më i ndershëm se të tjerët. Që të bashkosh ka dy elementë të rëndësishëm. Duhet një përujësi për të pranuar që të gjithë jemi të rëndësishëm për njëri tjetrin, pavarësisht se mund të ketë arsye që një parti e madhe të jam më rëndësishëm, por ajo duhet të pranojë që për këtë sa duhet një farë përujësie. E para dhe e dyta është duhet të jesh mendje hapur, se ndonjëherë mund të zgënjesh, sa kollaj mund ta gjesh gjuhën, mund të zgënjesh, i vërtet mund të krijojë diçka. Po mos u nisë me përujësi dhe me mendje të hapur për të bërë këto diskutime. Në këtë rast, më çfarë rasti quhet nuk ka bashkim. Dhe kur them përujësi dhe mendje të hapur do thotë që ajo që përmendam parë, logjika aritmetike, nevoja që kanë partitë e vogla për të krijuar identitet, për të marrë vota partive të mëdha, për të rritur gjitha gjërat, duhet lënë mënjan në emër të diçkaje që është më e madhe, nëse të gjithë pranojmë që ka një emergjencë, faktikisht ne gjithmonë kemi një emergjencë që duhet të largojmë këtë qeveri, se po së largo kjo nuk do të asgjë tjetër. Faktikisht ne këtë histori përsërisim gjithmonë, se nga që nuk bëjmë reformat e thella, nga që nuk ulemi shtruar për të reformuar sistemin ton politik, ekonomik, institucional dhe të tjerë, çfarë bëjmë? Me emergjenca. Sistemet zgjedhore i lëm 3 muaj para zgjedhjeve emergjencë, këto koalicionet i lëm fund emergjencë, demokracinë emergjencë, ekonominë